Vllavi mall, kthy tani. Apet po kthehen ato se produksioni është problemi kryesor sepse ka leju dhunë maksimale, Ato janë përdor dhuna të lloj-llojshme. Tam. Edhe kam bërë thirrje për dhunë, ashtë kështu në mënyrë të hapur. Unë sipas disa informacioneve që i kam pas, nuk e di sa janë të sigurta, mirë po Big Brother VIP lejohet jepet licenca për 4 vite. Vitin e parë kanë rregullat më të shtrënguara, vitin e dytë kanë pak më të lirë, vitin e tretë ka pas një liri halo më të madhe, por këtë vit s'ka pas kur falloj rregulla më duket. Ja, s'ka shans me produksionin më boks si sa në Roki. Amo Gjenet lutna nëse shikon, ti se pas kënë ndjek 24/7, vetëm momentin kur i shikon çfarë dhunë u përdor ato brenda, u kon dhunë pa lejueshme që nuk lejohet në Po veç e dini pro që nëse ju keni pa dhunë, një mesazh me çute holandez, ata direkt reagojnë. Se nuk është çupa kërkosh se ka çuar mesazh te holandez. E miftorin e pas në këto. A don me të kallëzu me fakte, me t'i dërgu me fakte që i ku shkru Hollandës, dokument? Për? Kjo është në rëndësi për të rast, po du me përmen këtu rastin, për një rast që ka ndonë BBVA, jo kë, në Albania. S'ko gale, ama ja ku më shkru se s'po du me përmen rastin këtu. E ke shkruar? Jo, nuk. Po, e ku shkruar me nene, ja ku më përshkru kushtetutën e Shqipërisë, konventin e Gjeneves, edhe rregullorin e Big Brotherit. Po lumi ti çat ditë. Nuk ka shans me bë produksioni këtë tani, ose unë jam Top Channel që të 2-3 herë më rana javës, 2-3 ditë jam aty ka 7-8 ora të mrena, jo, nuk ka shans. Por kundra ze ata shumë e dojnë gjesti. Jo, nuk është problemi veç të gjesti, problemi është që dhuna u leju në mënyrë. Po, amo, ti fole pikërisht rastin për jozet e përgjithshme. Po, ja, produksioni nuk e bën. Dhe kitët ku kanë thonë